ju përmendët Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë sipas vlerësimit tim them që është një program i Bashkimit Evropian. Dhe është një program platformë i Bashkimit Evropian për të gjitha shtetet të cilat do të jenë shtete nesër anëtare të Bashkimit Evropian. Pastaj, futja në lojë Shtetet Bashkuara të Amerikës është pjesë e një diskutimi në të cilën sipas të dhënave ka institucione jo publike, por të afërta me vendimarrjen publike, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretisht po e themi sepse duhet ta themi hapur, është Fondacioni Soros, të cilët bën të mundur futjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë paketë të detyrueshme politike të Bashkimit Evropian, që është reforma në drejtësi, dhe duke e futur Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata patën mundësi që të futeshin edhe vetë në zbatimin e kësaj politike.